Si një njeri guximtar, i ndershëm e që dha shumë për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës, është cilësuar figura e ish-kryetarit të Suharikës, Ug Bytyqi. Në 13 vjetorin e vrasjes së tij, atë e kanë përkujtuar familjarët, kolegët dhe qindra qytetarë që kanë marrë pjesë në Akademinë Përkujtimore. I emocionuar e me lot ka folur djali i tij, Flamur Bytyqi. Sa herë që vjen 27 tetori për neve familjarët të Ug Bytyqit, dhe dy bashkëtarëve të tij, është dita e dhimbjes dhe trishtimit. Mi po prezenca juaj këtu në këtë sallë përkujtimi që i bëhet Ug Bytyqit, neve si familjarë na bën më të fortë, që të kalojmë këtë dhimbje dhe dhimbjen po na e kthejnë në krenari. Kryetari i tanishëm i Suharikës, Sali Aslanaj, e ka kujtuar Ug Bytyqin si një person guximtar e që ka dhënë kontribut të çmuar për shtetin e Kosovës. Ne mbetëm pa një njeri të madh të kombit, një adhetar i pashembull, një familjar i shkëlqyer dhe një shok i mirë për të gjithë atyre që e kanë njoft dhe kanë bashkëpunuar me të. Gjithmonë themi se ishte një kohë e pakohë, kohë në të cilën raportet politike ishin ngritur në nivel transmisive dhe rivalitetet politike ishin me doza të mëdha të urrëties. E kush mund ta urrejnë të Ugën? Vetëm të çmendurit apo të shqiturit. E nga kolegët e tij të partisë ka folur vetëm deputeti Anton Çuni, i cili ka thënë se ai është shuar jo vetëm për përkushtimin e tij për liri, por edhe për shtetëndërtim. Ug Bytyqi ka qenë një ndër veprimtarët më të devotshëm, më të përkushtuar dhe më të angazhuar jo vetëm në komunën tuaj, por edhe me gjerë. Si personalitet i përkushtuar për çlirimin e vendit, Ug Bytyqi ka qenë po aq i përkushtuar sa në angazhimet e tij politiko-institucionale. Në këtë akademi është ndarë edhe çmimi Ug Bytyqi për udhëheqje dhe punë të mirë, i cili është ndarë biznesmenit nga Suharika, Shaqir Palushi. Krahas këtij çmimit, ky çmim përmban edhe një vlerë prej 3.000 euro, të cilën natyrisht do ta dedikoj për bamirësi. Figura Ug Bytyqit mund të mbledh, ka qenë një figurë emblematike dhe mund të them që për aq sa është emri i Ibrahim Rogovës për Kosovë, mendoj që Ug Bytyqi është një Rogov i komunës sonë. Në këtë akademi ka marrë pjesë edhe ish-presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, ndërka që munguan figurat kyçe të lidhjes demokratike të Kosovës. Ug Bytyqi është vrarë me 27 tetor të vitit 2002 në Lezhan, ndërsa po kalonte me simpatizantët e tij, duke festuar fitoren në nivelin komunal.